Ja çfarë po ndodh mes Egli Takos dhe Redon Beranit. Miqësia e dikurshme mes ish banorëve të Big Brother VIP Albania 4, Egli Tako dhe Redon Berani, po ngre shumë pikpyetje tek ndjekësit e tyre. Plot 7 muaj pas përfundimit të spektaklit, dyshja nuk janë parë më bashk dhe as nuk kanë treguar mbështetje publike për njëri tjetrin, siç ndodhte më parë. Gjatë qëndrimit në shtëpinë e Big Brother VIP, Egli dhe Redoni kishin krijuar një lidhje të veçantë, e cila u komentua gjerësisht për shkak të afërsisë, bashkëpunimit dhe mirëkuptimit mes tyre. Shumë fansa i konsideronin si një miqësi të fortë dhe të sinqertë, që do të vazhdonte edhe jashtë formatit. Por së fundmi, ndjekësit kanë vënë re se raportet mes tyre duken më të ftohta. Mungesa e daljeve të përbashkëta dhe ndërveprimeve në rrjetet sociale ka ndezur kurreshtjen. A është zbehur miqësia e dikurshme? Megjithatë, një detaj i vogël mban ende gjallë shpresën e fansave. Egli dhe Redoni vazhdojnë të ndjekin njëri tjetrin në Instagram. Ky fakt është interpretuar si një shenjë se mes tyre nuk ka pasur ndarje apo prishje përfundimtare, por më shumë një distancë e përkohshme për shkak të angazhimeve personale dhe profesionale. Në fund, ndoshta miqësia e tyre vazhdon, thjesht më e qetë dhe larg syrit të publikut.